Ne kemi ofruar vullnetin tonë me 20.000, 5.000, 6.000, e sot dush. Varësisht për studje kush që ka folë, so votën e ka qitë aty. Unë e di sa janë. Ne kemi mërit e 42.000 e 6.000 votat gjithë parti. Që ato vota që janë? Ne kemi ofru vullnetin tonë, 20 e 30.000 vota mi ofru. Ne kemi ofru dashën votat tonë. Ne kemi ofru votat tonë. Por brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Në vazhdën e Jo, më falë se kjo është shumë rëndësi. Në vazhdën e thjeshtësimit, si pasojë e këtij mos bashkëpunimit juaj edhe shkrirjes në sens fundit juaj dhe partisë juaj në Partinë Demokratike të Kosovës, është e vërtetë që si pasojë, siç ka thonë zotni Kurti në këtë studio, Partia Demokratike e Kosovës drejtohet nga 5 qendrat vendosjes dhe përrjedhoi disa qendrat vendosjes janë kundër jush. Cilat janë këto qendrat vendosjes janë kundër jush? E kam shumë të rëndësishme me thonë se me ndërprevi qatë pjesë. Për mua shumë rëndësishme për elektoratin. Pra ato që e tha Visoka dhe që po plitë për gjithë ata me dhe një përgjigje. 30.000 vota, 40.000, 25, sot dojnë liti lajnë ati. Të nismes, të një grupacioni që 10 vjetë në skenë politike. Këna shprej vullnetin nga dëshmërin me i bo bashkë, e mi qunë në një sigëll, pas një kusht. Dhe ne e kemi ofru. Të dëkës? Po, pas një kusht. Cila nga qendrat ishte kundër? Veçpa, se kjo më bërë pjesë. Dhe ta është që votu ti. Ju s'keni dashtë, mi pas me një listë. Parë që ju qetë, po falem, një dhe vetë, e kuptoj. Po ka rrugë tjetër, nëse atje s'ki dashtë, që ka po të me thonë ti? Si milion këtu vota, që ju si dashtët, me qenë bashkë më fuqizu. Që me nëve, ka milion këtu vota. Këtu vota kanë me ecë, kanë më angazhu, kanë më fuqizu me përbot të rej. Ne jemi bashkë. Këtë 30.000. Nëse ne të kemi ofru 30.000, natyrisht që na kërkojmë vota të reja. Ju si dashtë. Për shkak të një individi, për shkak të dy individi, për shkak të PDK-ja, votat të reja të PDK-ja, të elektoratit që e kontrollon aktualisht PDK-ja. Apo kuptoj që po flasin. Ju ofrua mundësinë, e janë e ti bojnë bashkë votat. Pati individ të cilët për kalkulimet tyne individuale nuk tregojnë ma tepër temat të duhet me ka. Jo pse se bom në bashkë. Po kush është individ që s'dojnë me mujtë këtë qeveri Kurti? Kush nuk po dojnë me ndryshu këtë qeverisë? Cilat nga këto qendra PDK nuk janë kredibilizuar? Për mua është pyetja, kush nuk është interesuar me ndryshu qeverisin, e vje këtu të ju paraqitët si kush nga këta është çështja ime. Është ata kur divin. Është shpjegim interesant, ju po thoni se ka qendra të vendosjes për brenda Partisë Demokratike të Kosovës që nuk e duan. Jo, sa qendra vendosjes. Dakor. Ashtu është shpjeguar. Po ato me këto besoj që mund ta shenë qartë që ka individ, po s'është bërë tema për mua, do të pyet ata. Që nuk duan që të jetë vendosje humbur këtë proces. Malëk, nuk është shqetësimi jam ku. Ajo është shqetësim se s'u la bashkimin. Po në brezë s'ka lidhje, po s'është shqetësimi im, o zotni. Për mua kom rëndësi qindra, mira, shok, bashkëftar, veprimtar, kanë kërku bashkim se arrit. Jashtë e mrena Kosovës. Një dhe dyta për mua është me rëndësi që kërkesën e tyre kam respektuar. Ju kom përgjigj. Kjo është detyra ime. Ju kam përgjigj se kërkesën me orë me ndërtu një liste për bashkat. Nga dëshmirin të me kanë pas, kushtes kanë pas, për një minut ka mujtë më bëmë marvesha, kjo pjesë më takon mu. Dhe unë, dhe tash, gjitha ta që kanë zemrat e thyra, që s'kanë do dhe bashkim, e kanë pas sinqerisht atë bashkim, që kanë dojnë me pa atë bashkim, le të fillojnë bashkimin nga baza. Dhe kjo kërkesa më legjitime. Nëse a pengu t'i kun lartë, edhe ata din ma mirë, e ata poj bashkimin nga baza. Edhe unë ku fillu bashkimin nga baza. Dhe qitë bashkim, së në nërë askush nga baza. Në numër nishën e studim parlament, kjo bashkim nuk më në nërë kërkush. Kaq, të tjera, se që ka ndodha tjenë, nuk është që është e prekupimi tim. S'kam kur më marrë me individ. Ata di ma mirë, kushen ata individ që ka ndodhë, si ka ndodhë, gjëra që ndodhin e parti politike. Vetë se ju jeni në dy fronte duke u angazhuar. Në frontin e fuqizimit juaj me votën dhe në frontin që më ju tregu këtyne grupacione, këtyne njerëzve në Partinë Demokratike të Kosovës që me gjithatu një janë fuqi. Pra i keni dy fronte, apo ja? Është që në fuqi, s'kam nevojë të jemi dëshmu, veç një gjë. Ajo që po të me arribe diçka në një tam kam qenë kauza që bie diçka vendit. Nuk kam nevojë, më fal, malak, s'kam nevojë me ta dëshmu për ty kush jam unë. Se s'kam nevoj kërkuja sa ty në ma heq. S'kam më nevoj, Allah. Aje që ka ndohë në më knaqë betejë me kauza. Pra ndaj është mobilizu.